Zakonisht kur përgatisim ëmbëlsira me sherbet, të parën e përgatisim sherbetin, në këtë mënyrë japim kohë të mjaftueshme sherbetit që të ftofet. Për recetën e kësaj baklavaje, kemi nevojë për 600 gram me sheqer. Vazhdojmë sheqerin e shtojmë në një tenxhere më të madhe. Si po përgatisim baklava, në baklava duhet sherbeti të jetë më i rëndë dhe për atë arsye i bëjmë masat, aq sa shtojmë sheqer, aq shtojmë edhe ujë. Në total do të shtojmë 600 ml me ujë. Përzijmë mirë një herë që sheqeri të tretet pak tek uji, në këtë mënyrë do t'ja ruajmë ngjyrën e kristal të sherbetit dhe vendosim në zjarr mesatar që të zihet fiks për 10 minuta. Në këtë baklava kemi nevojë edhe për kadaif. Kadaif në total do të përdorim 400 gram. Unë po përdor nga ky lloj kadaifit të butë, por në këtë recetë do të na duhet që të jetë i bluar pak më imët dhe për ta shkurtuar punën, unë do ta bluaj kadaifin në blender. Në një tenxhere ku kemi shtuar 100 gram gjalp, vazhdojmë aty që t'i shtojmë pjesët e kadaifit të coptuara imët. Tani vazhdojmë në zjarr mesatar. E skuqim kadaifin për disa minuta. Nuk do ta skuqim shumë, sikur kur përgatisim Dubai ëmbëlsirën që të marrë ngjyrë shumë të kuqremtë, thjesht sa të fillon të merr një ngjyrë të artë, e largojmë nga zjarri. Kjo është ngjyra që po e kërkojmë, pra një ngjyrë mesatarisht e artë. Mos e skuqni shumë. Menjëherë kur ta merr këtë ngjyrë, largoni kadaifin nga zjarri. Tani tek kadaifi duhet që të shtojmë krem fëstëku. Krem fëstëku në total do të shtojmë dikun 200 gram. Tani përzijem mirë derisa i gjithë kadaifi na bëhet bashk me kremin e fëstëkut. Vetëm bëni kujdes mos ju bëhet shumë i hollë kësaj rrode, le të mbetet pak më i fortë kremi. Në këtë mënyrë do të mund që ta shtojmë më mirë tek baklava. Pra po përgatisim Dubai baklava. Tani do të na duhen peta të gatshme për baklava. Unë zakonisht i zgjedh ato që t'i përdor të freskëta. Në total, për një rolej do të përdorim 2 peta baklavaje. I shtrojmë kështu në tavolinën e punës. Shtojmë pak gjalp. Preferoj që të përdor gjalp dhe që të na përhapet gjalpi mirë në gjitha anët, i bëjmë kështu në dysh dhe përsëri i hapim petat. Tani marrim nga bushja që përgatitëm dhe e përhapim në skaj të petës së baklavës. Bushjen mund ta shtoni sipas dëshirës, shtoni atë sa keni ju dëshirë. Pasi shtojmë nga mbushja, vazhdojmë tani e rrotullojmë duke mbështjellur mirë që të sigurohemi që nuk do të na lëviz mbushja në formë roleje deri në fund. Në këtë mënyrë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i përgatitim gjitha. Dhe kështu duket baklavaja pasi e kemi renditur në tepsi. Tani vazhdojmë që ta prejmë dhe t'ja japim formën. Tani me kujdes sipër baklavën e lyejmë me gjalp të shkrirë. Unë do të shtoj dikun përafërsisht edhe 100 gram tjera gjalp për ta lyer baklavan. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim baklavan. Pura është e ndisur në 180 gradë dhe ashtu në zjarr të ulët mesatar do ta pjekim dikun përafërsisht 40 minuta. Të dashur miq, baklava është pjekur vetë sa e kam larguar nga fura. Sherbeti është zier më herët, është ftofur tërësisht. Dhe baklava në këtë recetë duhet të jetë pak më e nxehtë, por jo direkt sa ta nxjerrni nga fura. Lejoni të ftofet dikun përafërsisht 5 minuta, të largohet edhe nxehtësia e madhe para se t'i shtojmë sherbetin. Tani që i ka kaluar nxehtësia e madhe baklavas, vazhdojmë e shtojmë sherbetin e ftoftë.
Pasi e shtojmë shërbetin, lejojmë që baklava të pushoj dikon më spaku 30 minuta, ta tërheq pak shërbetin dhe pastaj vazhdojmë që ta dekorojmë sipër për ta përshtatur me recetën e Dubai baklavës. Tani që baklava ka pushuar dikon për 1 orë në shërbet dhe po e vrini që e ka tërhequr tërë shërbetin, vazhdojmë që sipër ta dekorojmë. Dhe me çka mund ta dekorojmë tjetër për ta përshtatur me recetën e Dubai baklavës, pra na duhet krem fëstëku për sipër. Kremin e fëstëkut e kam shtuar në një qese kështu për dekorime dhe kam shkrir në avull që t'jetë më i butë që të mund ta dekorojmë më mirë. Vazhdojmë tani sipër të bëjmë kështu nga një rend. Në të mënyrë e kam shkrir edhe çokoladën dhe kam fut në një qese të njëjtë dhe vazhdojmë tani sipër t'i shtojmë edhe çokoladë. Tërsa dekorimin do ta përfundojmë me pak fëstëk të bluar në mes të secilës pjesë baklavaje. Sugjeroj që ta provoni për festën e Bajramit dhe jam e sigurt se të gjithë mysafirët do t'ju ngjilen të mahnitur nga shija dhe pamja e kësaj baklave. Shpresoj që do ta provoni edhe ju Dubai baklavan dhe do ngjireni të kënaqur nga shija perfekte që ka. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.